kemi një detyrë ndaj adheut. Prandaj, Kosova që po ndërtojmë duhet të jetë Kosova e vlerave, ku drejtësia nuk njeh kompromise dhe ku çdo qytetar ndjehet i barabartë. Ata na lanë një amanet të shenjtë, të jemi të bashkuar dhe të punojmë për të forcuar shtetin dhe për ta lartësuar kombin tonë. Një sakrificë që nuk ishte vetëm akt trimërie, por pikë kthese që vullosi rrugën tonë drejt lirisë e pavarësisë. Kujtojmë fillimarsin e vitit 1998, ato ditë kur në Prekaz nuk u zhvillu thjesht një betejë, por u ngrit një legjendë. Ato ditë kur Adem Hamës e Shaban Jashari, bashkë me 56 anëtar të familjes së tyre, ranë për mos me vdek kurrë. Ranë që Kosova të ngrihej më e fortë se kurrë. Prekazi nuk ishte vetëm një betejë, ishte një kushtrim e një kushrim që i ka përceu kufit e kësaj toke, një thirrje që buqiti drejt në qiell dhe u bë dëshmi se shqiptarët, kur luftojnë për adheun e vet, nuk mund t'i gjunjëzoj askush. Sot në këtë seancë solemne përulemi me nderim të thellë para sakrificës së familjes Jashari, para Adem Jasharit, komandantit legjendar që u bë vetëm mishërimi i lirisë, para strategut të paepur Hamz Jasharit, para Shaban Jasharit, burrit të urtë që rriti heronj. Si dhe para çdo antari tjetër të kësaj familje, vatra e secilës u kthye në kështjell të pamposhtur të shqiptarisë. Kemi një detyrë ndaj adheut. Prandaj, Kosova që po ndërtojmë duhet të jetë Kosova e vlerave, ku drejtësia nuk njeh kompromise dhe ku çdo qytetar ndjehet i barabartë. Dëshmorët e kombit janë vëllezër e motra të lidhur nga ideali i lirisë, të bashkuar në kauzën e shejtë të adhëut. Ata prehen të qetë në tokën e Kosovës, si themel i palëkundur i shtetit dhe si mburoj e pathyeshme ndaj çdo sfide që e pret vendin tonë. Sot, duke kujtuar dhe nderuar ata që dhanë jetën për lirinë, nuk përulemi vetëm para së kaluarës, por ndërtojmë të ardhmen. Dëshmorët nuk u sakrifikuan që ne të mbetemi të ndarë, që të harrojmë vlerat dhe parimet për të cilat luftuan. Përkundrazi, ata na lanë një amanet të shenjtë, të jemi të bashkuar dhe të punojmë për të forcuar shtetin dhe për ta lartësuar kombin tonë. Ky amanet është detyrimi ynë më i madh. Ne nuk mund të lejojmë që gjaku i derdhur të mbetet thjesht një kujtim. Duhet ta nderojmë atë me vepra konkrete, me përkushtim të palëkundur dhe me unitet të qëndrueshëm. Kosova duhet të jetë vendi që ata e ndruan, një shtet ku mbizotrojnë drejtësia, barazia dhe zhvillimi, ku çdo qytetar jeton me dinjitet dhe shpresë. Me shumë se kur na duhet guximi i tyre, vendosmëria e tyre dhe dashuria e pashtershme për atë dhënë. Sot është një ditë e veçantë për ne. Nuk është thjesht një datë e kalendarit, por një moment reflektimi dhe nderimi për ata që dhanë gjithçka për këtë tokë. Në këtë ditë, ne kthejmë kokën pas dhe kujtojmë një nga aktet më madhështore të historisë sonë, epopejën e Uçkës, ku trimëria, sakrifica dhe dashuria për adheun u skalitën në përjetësi. Epopeja e Uçkës nuk është vetëm një ngjarje e lavdishme, por një testament i përjetshëm për lirinë që gëzojmë ne sot. Ai na mëson se liria nuk dhurohet, por fitohet me sakrificë, me guxim dhe me qëndresë. Çdo betejë e luftës sonë shtimtare ishte një hap drejt pavarësisë së Kosovës, një hap drejt
një të ardhme me të meritur. Por sot, në këtë ditë të shenjtë, duhet të pyesim vetë. Apo e ndërojmë sakrificën e tyre si duhet, apo e ndërtojmë Kosovën sipas idealit për të cilët tranëra. Sepse liria nuk është vetëm një fitore së kaluarës, por një përgjegjësi për të ardhmen. Ne duhet ta mbrojmë atë me dinjitet, me ndershmëri dhe me përkushtim ndaj rregullt. Sot kur Kosova është shtet i pavarur, kur flamuri ynë valitet i lirë, nuk duhet harruar se kjo liri ka një çmim. Çmimin e jetës së atyre që dhanë gjithçka për ne. Prandaj, është detyra jone që të punojmë për një Kosovë më të mirë, për një shoqëri ku mbizotron drejtësia, ku rinia ka shpresë dhe ku ka amaneti dëshmorë respektohet me dignitet. Kjo ngjarje ndodhi 27 vite më parë, shënon kthesën vendimtare dhe intensifikimin e veprimeve luftarake të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në kundër forcave ushtarake, policore e paramilitare serbe. Luftuan pa u trembur të gjithë familja, duke derdhur edhe pikën e fundit të gjakut për liri. Është kjo një nga betejat e pashembullta në historinë tonë më të re dhe më gjerë. Kjo luftë pati e honë të madhe kombëtare e ndërkombëtare. Në vend të frikës dhe dëshpërimit, sakrifica familjes së madhe Jashari mobilizoi gjithë kombin shqiptar në luftë për liri. E si rezultat pati edhe intervenimin e forcës më të madhe ushtarake në botë, NATO-s, ku në mesin tonë nuk janë çlirimtarët, ata të cilët padrejtësisht po mbahen në Hag, duke u përballur me një proces gjyqësor i bazuar kryekput në akuza dhe trillime të gatuara në Moskë e Beograd.